Të lutem, a nuk e dini ju që ne jemi në lufte me Shqipërinë, sepse po bëjmë lojë me Greqinë. Me Greqinë, a jemi në lufte? Po, nuk e ka hequr ende ligjin e luftës. Ligjërisht ai është në rregull, po të sulmoj. Është në rregull me ligjin, zotëri. Jam në lufte me këtë shtet, thot. Kaq. Kjo i lejon të tëra. Këta thonë jo se i kemi miq, mbajni miq, po do të shihni miq kur të vinë që të komandojnë, se kështu në ekonomi kanë hyrë ata, e kanë ata ekonominë, po do hyjnë dhe ushtarakisht të zaptojnë të vende ushtarët e tyre, ata policët e tyre, korrobllarët e tyre, edhe kaq e thjeshtë. Për ata e thjeshtë, këtu s'ka kush u kundërshtoi më. Kush do dalë të thotë çfarë po bëni? Kush do të dalë përpara një, dhe me se do të dalën përpara me Shkopi? Zoti Islamit, kalojmë pak në lindjen e mesme ku herë ngrihen tensionet diplomatike mes Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe herë ka sulme dhe herë përflitet për marrëveshjet mundshme. Në një deklaratë fundit, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se do ta çojë Iranin në epokën e gurit duke kërcënuar hapur. Çfarë do të thotë sipas jush kjo deklaratë e tij? Deklarat që jeton Kishoti që luftonte me mullin gjerës. Po ta them unë. Iranit ai nuk ka që bën. Pare. Sepse nuk son do trupat atje. Me pavajtur trupat atje ushtarake amerikane, pavajtur ushtarë, pa shkelur këmbë me ushtarit, ai në Iran nuk bëndot asnjë gjë. Pare, hiç. Dhe dalën të më thotë më kush të doj, por nuk shkeli këmbë me ushtarit një vend nuk pushtohet. Tani, sepse vetë në Iran, këto e di ai e din Trumpi me Netanyahu, ata të dy din këto punë dhe gatuajnë këtë burek. Ata të dy po çojnë luftën atë botën në luftë botërore. Askush tjetër. Ata të dy. Irani nuk ngacmoi as Amerikën, as njeri tjetër. Irani ishte në punë tjetër. Ndërkohë Irani është kundërpërgjigjur Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe konkretisht presidenti amerikan Donald Trump duke thënë se do të ndërmarrë sulme dërmuese kundrejt bazave të tjera amerikane apo edhe kundrejt vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në këtë rast apo bën Irani atë lojë diplomatike nga një anë, por nga ana tjetër a ka kapur në befasi si vetë Izraelin, po ashtu edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në aspektin ushtarak? Jo, deri tani ka 31 muaj e 2-3 ditë sa u bën që Amerika po lufton me Vietnamin dhe s'ka arritur asnjë gjë. Thjesht ka shkatruar vendet me Iranin. Ka shkatruar në tesa qytete, ka bërë dëme të mëdha në terrene tjera, po forcat ushtarake janë të paprekura. Forcat ushtarake e Irani i kanë gatishmëri plot. Irani ka raketa që i dërgon dhe në Amerikë, sepse i ka marrë nga Korea e Veriut, ja ka dhënë Kim Jong-uni. Pra, po vazhdoj kështu, se ka dhe një rrezik tjetër që amerikanët se kanë zënë në gojë deri tani. Do fillojnë muslimanët të luftën mirëdhem, do fillojnë xhihadin islamik. Dhe xhihadit nuk ka birë nëne që i del përballë, sepse është një luftë civile që të ha në teren. Bajni mend, nëse Amerika nuk të riqet sa më parë të heq dorë nga mbrojtja e Izraelit, Amerika Donald Trump po shkatërron Amerikën. Shpresoj, dhe e kam thënë edhe tjera, shpresoj shumë tek ndërhyrja e Senatit dhe deri tani nuk ka evidenca për gjë të tillë. Shpresoj tek pjekuria dhe tek ndërhyrja e Senatit dhe Kongresit Amerikan për të zgjidhur këtë problem. Ndërsa për atë qytetin nuk ka asgjë për çaj kishte fjalën për xhihadin? Po, nuk ka evidenca deri më tani. Se nga kush i pret evidencat, mos do dalin ata të bëjnë listë emërore, do vënë kaq, do dalin kaq, jo. Jo. Zoti Islami, nga ana tjetër, Donald Trump ka deklaruar se ushtria e Shtetit Bashkuar të Amerikës është më e fuqishmja në botë dhe mund ta godas Iranin atje ku nuk e pret, madje mund ta godas edhe në vendet me thellësinë më të madhe ku mbajnë armatimet e tyre më të fuqishme. Në këtë rast,
a mendoni se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë ato kapacitete për të goditur deri në nën tokën e Iranit, aty ku mbahen edhe armatimet e tyre të fuqishme? Kjo është propagandë e pastër. Është thellësisht propagandë. Po ta kishin bërë, po ti kishte këto i thoni juve, do t'i kishte bërë. Dhe nuk ka shpret. Sepse ai Irani po e rrafshon Izraelin ditë për ditë. Ditë për ditë po hët bomba në qytetet izraelite. Ditë për ditë po vriten njerëz. Kështu që ajo është thjesht propagandë. Në kohë lufte kuptohet që gënjeshtrat janë të paevitueshme. Të dy palët gënjejnë. Qoftë Irani për humbjet që ka afsuar nuk thotë të vërtetën, qoftë dhe Izraeli nuk thotë të vërtetën, qoftë dhe Amerikanë nuk thotë të vërtetën. Por janë vrarë ushtarë amerikanë. Të paktën deri dje që pasur në lajme, ishin vrarë 13 ushtarë amerikanë. Pse u vrarë ata ushtarë amerikanë? Për interes të kujt? Se në Amerikë s'ka shkelur njeri. Shteti amerikan është në qetësi dhe populli amerikan është në punë. Atëherë për kë u vranë? U vranë për Netanyahu. Po u vranë për Netanyahu, në halal e paqin. Në këtë rast, nëse nuk ka sukses fushata ushtarake që kanë ndërmarrë deri tani dhe ndërhyn me trupat toksore, a mendoni se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli mund ta pushtojnë ushtarakisht Iranin në terren? Absolutisht jo. Nuk mundet. Nuk ndodh. Pse? Është 1.600.000 kilometra katror që përfaqen zotëri. Kë do pushtosh? Ku dhe ku do t'i gjesh kaq mira trupa që ta pushtosh? Se Irani aktualisht ka 1 milion ushtar gatishmëri në gjendje lufte në çdo moment. I ka gati. Tani për ta zgjidhur këta 1 milion ushtar duhet të dërgosh 3 milion ti. Pak të jetë 1 me 3, se gjithnjë ai që zemrojti është ka avantazhin që është në bazë, është me këmbë në tokë dhe është më i fuqishëm se ti. Ty të duhen 3 me 1 për ta azhëzuar. Nuk bëhet ajo zotëri. Thashë një tjetër kam thënë dhe të tjerë dhe në emisione të tjera. Nuk mund të bëhet. Pushtimi i Iranit nuk bëhet, jo. Nuk bëhet. Nuk e bëjnë dot. Humbjet të mëdha do t'i bëjnë, do t'i shkaktojnë. Aq shumë do t'i shkaktojnë sa ata e dinë vetë. Por ato humbje diku do paguhen. Dhe do shpaguhen. Dhe ata që t'i paguajnë janë qytetarët e Izraelit që s'kan asnjë faj qytetarët e tjerë, sepse ata po i drejton një aventurier, një kriminal që është gati për në gjyq dhe nuk po hapi luftën që t'i shpëtoj gjykatës. Dhe rezultati do jetë një 0 me gjufka. Irani prapë merr veten, për 10 vjet e merr veten sikur s'ka ndodhur asnjë. Nga ana tjetër, a ka gjasa që NATO të përfshihet në këtë luftë, qoftë me insistimin e presidentit amerikan Donald Trump? Jo. Apo Jo. Të lutem. NATO e ka deklaruar në mënyrë të përsëritur. Spanja jo, Franca jo, Anglia me tundet si ato qengi. Pra nuk e ka NATO me vete. Dhe bollë trajton këtë çështje kemi çështje të brendshme për të thënë. Në këtë rast, ju si e shikoni, kush ka dalë fitues deri më tani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli apo Irani nga ana tjetër? S'ka fituar njeri, as ka humbur njeri. Aty janë, barabart janë. Çka ka humbur Irani, çka ka humbur? Kanë vrarë 4.000 qytetarë, 5.000 qytetarë pa pafajshëm. Ato bëjnë që të gjithë jetën brazën pa pafajshëm. Ato bëjnë. Ndërsa humbjet e Amerikës nuk kemi si t'i dim se nuk i thonë. Nuk i thonë. Por u godit aeroplan bajse Abraham Lincoln. është me marrja në Amerikë. Dhe u detyrua iku. Bishti në shaleve. Në këtë rast, ju si mendoni, do shkohet drejt një marrëveshje që do t'jap fund luftës, apo do të kemi një fitues dhe një të mundur në këtë luftë? Vetëm me marrëveshje, s'ka fitues aty.